the era of great power rivalry, even the United States will not be powerful enough. Në epokën e rivalitetit midis fuqive të mëdha, as Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë të mjaftueshëm të fuqishëm për të vepruar vetëm. Të dashur miq, të qenit pjesë e NATO-s nuk është vetëm avantazh konkurrues i Europës, por është edhe avantazh konkurrues i Shteteve të Bashkuara. Prandaj le ta riparojmë dhe ringjallim besimin transatlantik së bashku. Ne evropianët po bëjmë pjesën tonë. Together, we, the Europeans, we are doing our part. Presidenti francez Emmanuel Macron ishte më i qartë kur bëri të ditur se Europa duhet të kthehet në një fuqi të rëndësishme gjeopolitike. Europe has to learn to become a geopolitical power. Europa duhet të mësojë të bëhet një fuqi gjeopolitike. Nuk ishte pjesë e ADN-s son. Ne e konceptuam veten si një strukturë politike për të siguruar paqe. Ne ja dolëm ban. Së dyti, një treg i vetëm për të siguruar rritje dhe prosperitet. Ne ja dolëm ban. Tani duhet të reformojmë atë në këtë rend të ri, në këtë mjedis të ri gjeopolitik. Europa duhet të bëhet një fuqi gjeopolitike. Është duke vazhduar, por ne duhet të përshpejtojmë dhe qartësisht të ofrojmë të gjithë komponentët e një fuqie gjeopolitike në mbrojtje, në teknologji dhe në uljen e rrezikut kundrejt të gjitha fuqive të mëdha, në mënyrë që të jemi shumë më të pavarur. In order to be much more independent.